Ministri i Punëve të Brendshme Besfor Lamallari e quajti një lajmërim standard njoftimin e bërë 2 ditë më parë nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, e cila u bën të thirrje shtetasve amerikanë të tregojnë kujdes për shkak të rrezikut të sulmeve nga grupe të lidhura me Iranin. Sipas institucionet ligjzbatuese janë në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe prej kohësh kanë bërë një vlerësim të plotë të rrezikut. Për sa i përket deklaratës, unë e përmenda më herë që edhe nga komunikimi me profesorët e ambasadës është bërë me dije se ky njoftim është bërë dhe në vende të ndryshme të botës dhe Evropës, duke përfshirë Belgjikë dhe Holland. Kështu që nëse qytetarët shqiptarë ndihen të pasigurt, atëherë bie duhet të themi që dhe qytetarët belg dhe holandezë dhe të vendeve tjera të Evropës të ndihen të pasigurt, por nuk besoj që ky është rasti, pasi njoftime të tilla ju e dini janë bërë në mënyrë periodike. Kur do herë që ka pasur një informacion qoftë edhe që lidhet me protestat. Gjatë konferencës për shtyp, ministri u pyet edhe për hetimet mbi atentatin mafios të rinasit. Kjo është puna e policisë, është puna e hetuesve, të cilët kanë detyrimin ligjor të administrojnë në mënyrë të kujdesshme e zarruese, sa më të plot dhe në bashkëpunim të ngushtë dhe bazuar në besim me organin e akuzës, qoftë ky prokuria e përgjithshme apo prokuria e posaçme, si dhe me partnerët ndërkombëtar, dhe unë mjaftoj të shoh rezultatet. Nëse unë jam i kënaqur me rezultatet, me performancën, për mua mjafton dhe besoj që sipas ligjit policia e shtetit e ka kryer detyrën. Ndërkohë, Lamallari refuzoi të jepte një koment mbi fatin e të shumë kërkuarit Ervis Martinaj, i zhdukur që prej vitit 2023. Kërkesa juaj për koment nga ana ime nuk mund të adresohet për vetë faktin sepse do kërkonte përfshirjen e një titullari politik në çështje operacionale. Vlerësimin mbi nivelin e hetimeve të bëra nga policia e shtetit e bën vetëm prokurori i çështjes. Ministri i Brendshëm u ndal edhe tek protestat e Partisë Demokratike, duke thënë se do të dënohen sipas ligjit të gjithë ata persona që rrezikojnë jetën e qytetarëve të efektivëve të policisë dhe që sulmojnë godinat shtetërore me molotov.